Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Kënaqen të jenë me ata që nuk shkojnë në luftë. Zemrat e tyre janë të vullosura, e ata nuk kuptojnë. Por i dërguari dhe ata që besojnë në të, luftojnë me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre. Për ata do të ketë çdo të mirë, dhe pikërisht, ata do të jenë të shpëtuarit. Allahu ka përgatitur atyre kopshtet e xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumenj, dhe ku do të banojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria madhështore. Disa beduin erdhën me shfaqësime të kërkuan leje që të mos shkonin në luftë. Dhe munguan ata që i thanë gënjeshtër Allahut dhe të dërguarit të tij. Ata prej atyre që mohuan, me të vërtet do t'i godas një dënim i dhemshëm. Nuk është gjuna të mos shkojnë në luftë të dobtit, as të sëmurët, as ata që nuk mund të sigurojnë shpenzimet, nëse janë të sinqert me Allahun dhe të dërguarin e tij. Nuk ka vend për vërejtje ndaj punomirëve. Allahu është falës dhe mëshirëplot. Nuk ka gjuna as për ata të cilët kur vinte ti për të kërkuar kafsh shalimi. E ti u thua, unë nuk mund t'ju siguroj kafsh shalimi. Kthehen me sytë e tyre që u rrjedhin lot, nga që nuk mundën të gjenin gjë për të dhënë në rrugt të Allahut. Por ka vend për t'u qortuar, ata që kërkojnë leje nga ti duke qenë të pasur. Ata kënaqen të rrinë me ata që nuk shkojnë në luftë. Allahu a ka vullosur atyre zemrat, por ata nuk e dinë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju vinë duke u shfaqsuar. Thua ju, mos kërkoni falje. Sido që të jetë, ne nuk ju besojmë, sepse Allahu na ka lemruar për qëllimet tuaja. Me siguri Allahu dhe i dërguari i tij do t'i shohin veprat tuaja. Pastaj ju do të ktheheni tek ai që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme, e do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen për Allahun që t'i lini. Largohuni prej tyre. Ata janë të ndyrë dhe strehimi i tyre është xhenemi. Ky është dënimi për veprat e tyre. Ata do t'ju betohen që të jeni të kënaqur me ata. Nëse ju do jeni të kënaqur me ata, dijeni se Allahu sigurisht që nuk është i kënaqur me popullin e pabindur. Beduinët janë mohuesit dhe hipokritët më të mëdhenj, dhe më të prirët për të mos njohur kufit që Allahu ja ka shpallur të dërguarit të tij. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ndër beduinët ka të atill që shpenzimin në rrugt të Allahut e quajnë si gjop dhe presin që juve t'ju godas ndonjë fatkeqësi. Le t'i godas ata radha e fatkeqësisë. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Por ka nga beduinët edhe të atill që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, dhe që shpenzimin në rrugt të Allahut e quajnë si mjet për t'ju afruar Allahut dhe për të merituar bekimin e të dërguarit. Dhe vërtet që kjo do t'u sjellë afrimin. Allahu do t'i pranoj ata në mëshirën e vet. Një mend, Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Sa u përket besimtarëve të parë, prej muhaxhirëve dhe ensarëve, Allahu është i kënaqur me ata, edhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosshmëri e përkushtim në besim. Edhe ata janë të kënaqur me atë. Allahu ka përgatitur për ata kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të jetojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria madhështore. Ka beduin në mjedisin tuaj që janë hipokrit, por ka edhe ndër banorët e Medinës të atill që janë këmbgulës në hipokrizi. Ti nuk i di ata, ne i dim. Ne do t'i dënojmë 2 herë, e pastaj do të kthehen në dënimin e madh, në xhenem. Ndërkaq, disa të tjerë i pranojnë gjunahet e veta, se i kanë përzier veprat e mira me të këqijat. Ka gjas që Allahu t'ua pranoj pendimin. Vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Merr nga pasuria e tyre lëmosh, me të cilën ti pastrosh ata, dhe t'u arrisësh veprat e mira. Lutu për ta,
sepse lutja jote është të vërtet qetësim për ata. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. A nuk e din ata se Allahu është ai që pranon pendimin dhe bamirësinë nga robërit e vet, dhe se ai është pranuesi i pendimeve dhe mëshirëploti. Thuaj, punoni, se Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët do të shohin punën tuaj. Së shpejti do të ktheheni tek ai që di të dukshmen dhe të padukshmen, e ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë. Ka edhe të tjerë që janë lënë në pritje të vendimit të Allahut. A do t'i dënoj, apo do t'u pranoj pendimin? Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Hipokrit janë edhe ata që ndërtuan një xhami për t'u shkaktuar dëm besimtarve, për ta forcuar mohimin dhe për të krijuar përçarje në mesin e besimtarve, duke u shërbyer ajo si pusi atyre që qysh më parë luftonin kundër Allahut dhe të dërguarit të tij. Dhe vërtet ata betohen. Ne kishim për qëllim që të bënim një vepër të mirë, por Allahu dëshmon se në të vërtetë ata janë gënjeshtar. Ti në atë xhami, kur mos fal namaz, ndërsa xhamia e themeluar në përkushtim ndaj Allahut, që në ditën e parë, padyshim që është më e denjë për të falur namaz në të. Aty ka njerëz që duan të pastrohen. Allahu i do ata që pastrohen shpesh. Cili është më i mirë? Ai që themelet e godinës së vet i vë në përkushtim ndaj Allahut dhe në kënaqësinë e tij, apo ai që themelet e godinës së tij i vë në bregun e gryer dhe që rrokulliset me të në zjarrin e xhenemit? Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë popullin keqbërës. Godina që ata ndërtuan mbjell gjithë një dyshim në zemrat e tyre, derisa zemrat e tyre tu coptohen. Allahu është i gjithdijshëm, i urtë. Në të vërtetë, Allahu ka blerë nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre në këmbim të xhenetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është premtimi i tij vërtet në Teurat, Ungjil dhe Kur'an. E kush i përmbahet beslidhjes më fort se Allahu? Andaj gëzojuni kësaj shitjeje. Kjo është fitoria madhështore. Këta janë ata që pendohen, e adhurojnë Allahun, e falenderojnë atë, agjerojnë, përkulen në namaz, bien në sejdë gjatë namazit, urdhërojnë vepra të mira, pengojnë të këqijat dhe u përmbahen kufive të caktuar nga Allahu. Jepu lajmin e mirë besimtarve. Nuk i takon të dërguarit dhe besimtarve që të kërkojnë falje për idhujtarët, qofshin këta edhe të afërmit e tyre, pasi u është bërë qartë se ata janë banor të xhenemit. Ndërsa lutja e Ibrahimit për faljen e babait të tij ka qenë vetëm për shkak të një premtimi që i kishte bërë. Por kur ju bëhej qartë se i ati ishte armik i Allahut, ai u nda prej tij. E megjithatë, Ibrahimi ishte njeri i dhemshur dhe i butë. Allahu kur nuk e çon në humbje një popull që më parë e ka udhëzuar në rrugë të drejtë, pa ja bërë të njohur se prej çfarë duhet të ruhet. Me të vërtetë, Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Një mend, Allahu t'i takon sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai e jep jetën dhe vdekjen. Përveç Allahut, ju nuk keni tjetër mbrojtës apo përkrahës. Padyshim Allahu e pranoi pendimin e të dërguarit, të muhaxhirëve dhe të ensarve, të cilët shkuan pas atij në çastin e vështirë, pasi zemrat e disave prej tyre për një fije qenë afër shmangjes. Pastaj Allahu pranoi pendimin e tyre. Vërtet ai është i butë dhe i mëshirshëm me ta. Ai u pranoi pendimin edhe atyre të treve që mbeten prapa. Atëherë kur toka, sado e gjerë, ju duke ngushtë dhe ju shtrënguan shpirtrat, aq sa u bindën se nuk ka strehim tjetër përveç Allahut. E pastaj, Allahu u dha mëshirë që të pendohen. Me të vërtetë, Allahu pranon pendimin dhe është mëshirëplot. O besimtar, friksojuni Allahut
dhe bëhuni me ata që janë të sinqertë, në fjalë dhe në vepra. Banorëve të Medinës dhe beduinëve që janë rreth saj, nuk u lejohet të mos ndjekin të dërguarin e Allahut, as të kursejnë jetën e tyre para jetës së tij. Kjo është kështu sepse ata që janë në rrugën e Allahut, sa herë që t'i godas etja, lodhja e uria, dhe sa herë që do të shkelin në ndonjë vend ku do t'i zemroj mohuesit, apo t'i gjej gjë nga ana e armikut, atyre do t'u shkruhet si vepër e mirë. Me të vërtetë, Allahu nuk do t'u humb shpërblimin punë mirëve. Gjithashtu, sa herë që ata të shpenzojnë diçka të vogël, atë madhe, apo të kapërcejnë çfarë do lugine në rrugë të Allahut, kjo do t'u shënohet në mënyrë që Allahu t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë. Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithnjëherësh, por prej çdo bashkësie, një grup të mbetet mbrapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu të këshilloj popullin e vet, mbasi të kthehet nga lufta, që t'i friksohet Allahut. O ju që keni besuar, luftoni kundër mohuesve që gjenden afër jush, dhe le ta ndjejnë ata ashpërsinë tuaj, dhe ta dinë sa Allahu është me ata që i friksohen atij. Kur shpallet ndonjë sure, disa prej atyre që kanë dyshim dhe hipokrizi, thonë: kujt prej jush do t'ja shtoj besimin kjo sure? Përsa u përket besimtarve, atyre kjo sure u ashton besimin dhe ata gëzohen. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e veta, ajo u ashton edhe më dyshimin që kanë dhe ata vdesin si mohues. Vallë, a nuk e shohin ata se çdo vit vihen në provë 1 ose 2 herë? E prap se prap ata nuk pendohen, as nuk e mbledhin mendjen. Kur shpallet ndonjë sure që u tërheq vërejtje, ata shikojnë njëri tjetrin duke thënë: apo ju shen dokush, pastaj largohen. Allahu i shmang zemrat e tyre, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tashmë ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj. Ati i vjen rënd për gjunahet që bën ju. Ju a dëshiron të mirën me gjithë zemër, që ju të shkoni rrugës së drejtë. Dhe është i butë e i mëshirshëm me besimtarët. Nëse ata largohen nga e vërteta, thuaj: më mjafton Allahu, s'ka zot tjetër të denjë për adhurim, përveç tij. Unë mbështetem tek ai që është Zoti i Fronit të Madh. Elif Lam Ra. Këto janë vargjet e librit plot urtësi. Vallë, pse çuditen njerëzit, që ne i shpallëm njërit prej tyre, duke i thënë: paralajmëroj njerëzit dhe jepu lajmin e mirë atyre që besojnë, se me të vërtetë, për ata ka shpërblim të mrekullueshëm te Zoti i tyre. Mohuesit thanë: ky është një mend magjistar i madh. Vërtet që Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejin dhe tokën për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi fron, duke drejtuar çdo gjë. S'ka ndërmjetës tek ai, përveç me lejen e tij. Ky është Allahu, Zoti juaj. Andaj adhurojeni atë. Vallë, a nuk po mendoni? Tek ai do të ktheheni të gjithë. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Ai e zëfill krijimin e pastaj e përsërit atë, që t'i shpërblej me të drejtë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Sa i përket atyre që nuk besojnë, ata do të kenë pije nga uji i valuar dhe dënim të madh për shkak se kanë mohuar. Ai e ka bërë diellin burim drite, kurse hënën e ka bërë të shkëlqejë, duke i caktuar asaj fazat, që ju të dini numrin e viteve dhe njësimin e kohës. Allahu i krijoi këto vetëm me të vërtetën. Ai ju shpjegon shenjat e tij njerëzve që kuptojnë. Vërtet në ndrimin e natës me ditën, dhe në atë që ka krijuar Allahu në qiell dhe në tokë, ka shenja për njerëzit që i friksohen Allahut.
Sigurisht, ata që nuk shpresojnë se do të takohen me ne, që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, duke gjetur prehje në të, dhe që janë të pavëmendshëm ndaj shenjave tona, do të kenë si vend strehim zjarin për atë që kanë bërë. Vërtet ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t'i udhëzojë në rrugë të drejtë për shkak të besimit të tyre. Pranë tyre do të rrjedhin lumenj në kopshtet e kënaqësisë. Lutja e tyre do të jetë: qofshi i lavdëruar o Zot. Përshëndetja e tyre do të jetë selami, dhe lutja e tyre e fundit do të jetë: falendëruar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Sikur Allahu t'ua shpejtonte të keqen njerëzve, ashtu si që dëshirojnë shpejt të mirën. Me të vërtet që ata do të zhdukeshin. Megjithatë, ata që nuk shpresojnë takimin ton, ne i lëm të bredhin të verbër në humbjen e tyre. Kur njeriu ne godet një fatkeqësi, atëherë ai na lutet, shtrir, ulur ose në këmbë. Por sapo ne ja largojmë të keqen, ai vazhdon në rrugën, sikur nuk na ishte lutur për fatkeqësinë që i kishte goditur. Kështu shkelësve i u zbukurohet ajo që punojnë. Ne kemi zhdukur shumë brezni para jush, sepse bënin të këqija. Të dërguarit e tyre u sollën prova të qarta, por ata nuk i besuan. Kështu ne i dënojmë njerëzit e këqij. Pastaj u bëm juve pastyre zëvendës në tokë, për të parë se si do të veproni. Dhe kur u lexojnë shpalljet tona të qarta, atëherë, ata që nuk shpresojnë se do të dalin para nesh, thonë: na sill ndonjë Kur'an tjetër, ose ndëroje atë. Thuaj, o Muhammed, nuk kam të drejtë që ta ndëroj atë me kokën time. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur. Në të vërtetë, unë i trembem nëse kundërshtoj Zotin tim, dënimit të një dite të madhe. Thuaj, sikur të kishte dashur Allahu, unë nuk do t'ju a kisha lexuar Kur'anin, dhe ai nuk do t'ju a bënte të njohur atë. Unë kam qëndruar në jetë midis jush para shpalljes së tij. Pra, a nuk po mendoni? Kush është keqbërës më i madh, se ai që trillon gënjeshtra për Allahun, ose që i përgënjeshtron shpalljet e tij? Vërtet gjunaqarët nuk kanë shpëtim. Ata adhurojnë në vend të Allahut atë që as nuk u bën dëm, as nuk u sjell dobi, dhe thonë: këta janë ndërmjetësit tanë te Allahu. Thuaj, apo i tregoni Allahut për diçka që ai nuk e di në qiell dhe në tokë? Qoftë i lavdëruar ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Të gjithë njerëzit kanë qenë të një feje të vetme, pastaj u përçanë. Sikur të mos ishte thënë më parë fjala nga Zoti yt, atëherë do të gjikohemi midis tyre për atë që nuk u pajtuan. Dhe ata thonë, sikur ti ishte zbritur atij ndonjë mrekulli prej Zotit të tij. Thuaj, vërtet e padukshmja është vetëm e Allahut, prandaj pritni se edhe unë po pres me ju gjykimin e Allahut. Kur ne pas të keqes që i godet, u japim njerëzve të shijojnë mëshirën, ata përsëri bëjnë kurthe kundër shpalljeve tona. Thuaj, Allahu është më i shpejt në dënimin e ngatrestarve. Me të vërtetë, të dërguarit tanë engjuj shënojnë intrigat tuaja. Ai u amundëson udhëtimin nëpër tokë dhe det. E kur gjenden në anije që lundron me ta, me erën e përshtatshme, e ata i gëzohen kësaj, arrin një stuhi dhe i sulmojnë valet nga të gjitha anët, e mendojnë se do t'i vënë poshtë. I luten Allahut sinqerisht, duke i premtuar besimin. Nëse na shpëton nga kjo, me të vërtet do të jemi mirënjohës. E kur Allahu i shpëton, ata për një herë, pa kurfar të drejte, bëjnë turbullira në tokë. O njerëz, vërtet pa drejtësia që bëni për t'u kënaqur në jetën e kësaj bote, vetëm ju dëmton. Pastaj ju do të ktheheni te ne
dhe ne do t'ju njoftojmë për atë që keni punuar. Me të vërtet jeta e kësaj bote i shëmbëllen shiut që ne e lëshojmë nga qielli, e me të përzihet toka dhe bën bim me të cilat ushqehen njerëzit e kafshët. E kur toka vishet dhe zbukurohet, dhe kur banorët e saj mendojnë se janë zotrues të saj, asaj vjen urdhri ynë, natën ose ditën, dhe ne e bëjmë atë si të ishte e korrur, thuaj se nuk kishte lulëzuar të djeshmen. Kështu ne ua shpjegojmë shpalljet tona njerëzve që mendojnë. Allahu i thërret njerëzit për në shtëpinë e shpëtimit, xhennet, dhe udhëzon këtë doj në rrugën e drejtë. Ata që bëjnë vepra të mira, do të kenë shpërblim të mirë, madje edhe më tepër. Fytyrat e tyre nuk do t'i mbuloj as errësira, as poshtrimi. Ata do të jenë banor të xhennetit, në të cilin do të banojnë për herë. Kurse ata që bëjnë vepra të këqija, do të kenë dënim gjegjes për atë të keqe. Ata do t'i mbuloj poshtrimi, pa pasur askën që t'i mbrojnë nga dënimi i Allahut, me fytyrat e tyre si të ishin të mbuluara me copa të errta nate. Këta do të jenë banorët e zjarrit, dhe aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Ditën, kur do t'i tubojmë të gjithë, do t'u themi idhujtarve: rini në vendet tuaja ju dhe idhujt tuaj. Pastaj do t'i ndajmë ata dhe idhujt e tyre do të thonë: ju nuk na keni adhuruar neve. Mjafton që Allahu të jetë dëshmitar midis nesh dhe jush. Ne në të vërtet kemi qenë të pavetdijshëm për adhurimin tuaj. Atëherë, çdo shpirt do të marrë vesh atë që ka punuar më parë. Të gjithë do të kthehen tek Allahu, Zoti i tyre i vërtet, ndërsa ajo çfarë ata kishin trilluar, do t'i braktis. Thuaj, kush ju ushqen nga qielli dhe toka? Kush mundëson të dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga e gjalla? Kush i drejton gjërat? Ata do të thonë: Allahu. E ti thuaj: atëherë, përse nuk i ruheni atij? Ky është Allahu, Zoti juaj i vërtet. E çfarë ka pas së vërtetës përveç humbjes? Atëherë përse largoheni? Kështu përmbushet fjala e Zotit tënd ndaj atyre që bëjnë çrregullime, se me të vërtet ata nuk besojnë. Thuaj, a ka ndër idhujt tuaj ndonjë që mund të filloj krijimin e pastaj ta përsërisë? Thuaj, Allahu e fillon krijimin e pastaj e përsërit atë. Prandaj si largoheni nga e vërteta drejt së kotës? Thuaj, a ka ndër idhujt tuaj ndonjë që mund të udhëzojë në rrugë të drejtë? Thuaj, vetëm Allahu udhëzon në rrugë të drejtë. E pra, pas cilit ja vlen të shkosh? Pas atij që udhëzon në rrugë të drejtë, apo pas atij i cili as vet nuk është në rrugë të drejtë, veç nëse e shpije dikush? Çfarë keni? Si po gjikoni kështu? Shumica e tyre veprojnë vetëm sipas hamendjes. Në të vërtetë, hamendja nuk e zëvendëson as pak të vërtetën. Allahu pa dyshim e di mirë atë që punojnë ata. Ky Kur'an nuk është i tillë që mund të bëhej prej dikujt tjetër veç Allahut. Përkundrazi, ai është vërtetuesi i shpalljeve të mëparshme dhe shpjeguesi i ligjit. Dhe pa dyshim është të zbritur nga Zoti i botëve. Nëse ata thonë ai e ka trilluar atë, thuaj ju, atëherë sillni një sure të ngjashme me të dhe thirrni këtë mundeni përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. Por ata e mohojnë atë që nuk e njohin plotësisht, ndërkohë që nuk u ka ardhur ende përmbushje e tij. Kështu kanë mohuar edhe popujt që ishin para tyre. Prandaj shiko si kanë përfunduar keqbërësit. Disa prej tyre besojnë në atë, e disa nuk besojnë. Zoti yt i njeh më së miri nga trestarët. Nëse ata të quajnë gënjeshtar, thuaj ju, unë kam shpërblim për punën time.
kurse ju keni shpërblim për punën tuaj. Ju s'jeni përgjegjës për atë që bëj unë, dhe as unë s'jam përgjegjës për atë që bëni ju. Ka prej atyre që të dëgjojnë, por a mund ta bësh ti që të dëgjojnë të shurdhërit, të cilët s'kan as mend? Ka prej atyre që të shikojnë, por a mund ta bësh ti që të ecin në rrugë të drejtë të verbërit, të cilët nuk shohin? Në të vërtetë, Allahu nuk u bën njerëzve asnjë të keqe, por njerëzit i bëjnë keq vetvetes. Ditën kur do t'i tubojmë, atyre do t'u duket sikur nuk kanë denjur në tokë, vetë se një çast të shkurtër dite, aq sa për të njohur njëri tjetrin. Vërtet janë të humbur ata që nuk besojnë takimin me Allahun, e nuk janë në rrugë të drejtë. Edhe në qoftë se ne të tregojmë ty diçka nga ai dënim që u kemi premtuar atyre, edhe në qoftë se ta marrim shpirtin para se t'i dënojmë, sërish ata te ne do të kthehen, dhe Allahu është dëshmitar për çfarë bëjnë ata. Çdo popull ka pasur të dërguar, dhe kur atyre t'u vijë i dërguari, ditën e gjykimit, do të gjykohet midis tyre me të drejtë dhe nuk do t'u bëhet asnjë padrejtësi. Ata, jo besimtarët thonë, kur do të plotësohet ky premtim nëse thoni të vërtetën? Thuaj, unë nuk kam fuqi t'i bëj vetes as dëm, as dobi, përveç se aq sa dëshiron Allahu. Çdo popull ka afatin e vet. Prandaj kur t'u vijë ai, ata nuk do të mund ta shtyjnë atë për asnjë çast, e as ta shpejtojnë. Thuaj, si mendoni ju? Nëse ju vjen dënimi i tij natën apo ditën, çfarë pjesë të tij do të përshpejtojnë keqbërësit? A mos vallë, vetëm atëherë kur të ndodh do ta besoni. Po më parë, përse kërkonit ardhjen e shpejtë të tij? Pastaj keqbërësve do t'u thuhet, shihoni dënimin e përhershëm. A do të shpërbleheni ndryshe përveç se sipas veprave që keni bërë? Ata kërkojnë shpjegim prej teje. A është e vërtetë ajo? Thuaj, po për Zotin tim. Padyshim që është e vërtetë, e ju nuk do të mund ta pengoni atë. Sikur çdo njeri që ka bërë padrejtësi, të kishte tërë pasurinë e botës, do ta jepte atë ditën e gjykimit, si dëm shpërblim për të shpëtuar. Ata do ta fshehin pendimin kur të përballen me dënimin, e do të gjykohen me të drejtë dhe nuk do t'u bëhet padrejtësi. Vërtet që Allahu t'i përket çdo gjë që gjendet në qiej dhe në tokë. Premtimi i Allahut është i vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Ai jep jetën dhe vdekjen, dhe tek ai do të ktheheni. O njerëz, ju ka ardhur këshill, Kur'ani, nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Thuaj, me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. Thuaj, çfarë mendoni ju për ushqimin që ua ka zbritur Allahu? Një pjesë të cilit e bëni të ndaluar, e një pjesë tjetër të lejuar. Thuaj, a ju ka lejuar Allahu për këtë? Apo po shpifni gënjeshtra për Allahun? Çfarë do të mendojnë në ditën e Kiametit, ata që shpifin gënjeshtra për Allahun? Me të vërtetë, Allahu është bamirës i madh me njerëzit, por pjesa e tyre dërmuese nuk e falenderojnë. Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kur'ani dhe çfarëdo pune që të bëni o njerëz, ne jemi dëshmitar kur ju të thelloheni në të. Zoti tënd nuk i fshihet asnjë grim peshe në tokë e as në qiell. As më pak e as më shumë nuk mbetet pa u shënuar në librin e qartë. Padyshim miqtë e Allahut nuk do të kenë arsye për të friksuar dhe as për të dëshpëruar. Të tillë janë ata që besojnë dhe që i friksohen Allahut. Ata i pret lajmi mirë në këtë jetë dhe në tjetrën. S'ka dyshim në fjalët e Allahut. Kjo është fitoria madhështore. Mos u dëshpëro nga fjala e tyre. E gjithë fuqia i përket Allahut, ai dëgjon dhe di çdo gjë.
Vërtet Allahut i përket çdo kush që gjendet në qiell dhe në tokë. E çfarë ndjekin ata që adhurojnë në vend të Allahut, Zota ortak? Në të vërtetë, ata nuk ndjekin gjë tjetër përveç hamendjes dhe vetëm gënjejnë. Ai ju a krijoi natën për të pushuar në të, kurse ditën për të parë. Dhe këtu vërtet ka shenja për njerëzit që a vën veshin. Ata thonë, Allahu ka një birë. Qoftë i lartësuar ai. Ai është i vetë mjaftueshëm, s'ka nevojë për asgjë. Atij i përket gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Ju nuk keni asnjë provë për atë që thoni. Pse thoni për Allahun atë që nuk e dini? Thuaj, sigurisht atyre që shpifin gënjeshtra për Allahun, nuk do të ecë mbar. Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë botë. E pastaj do të kthehen te ne, dhe ne do t'u japim të shijojnë dënimin e ashpër, për shkak se nuk besuan. Tregoju atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit të vet: O populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime midis jush, dhe që t'ju përkujtoj shenjat e Allahut, dijeni se unë jam mbështetur vetëm tek Allahu. Prandaj bashkë me idhujt tuaj, vendosni si do të veproni, dhe vendimi juaj le të mos fshihet. Zbatojeni kundër meje e mos më jepni kohë. Por nëse ktheni shpinën, dijeni se unë prej jush nuk kërkoj kurfar shpërblimi. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Mua më është urdhëruar që të jem prej atyre që i nënshtrohen atij. Por ata e quajtën gënjeshtar, kurse ne e shpëtuam atë dhe të gjithë besimtarët që ishin në anije me të. Pastaj i bëm ata zëvendës të atyre që u shtukën, kurse i fundosëm ata që përgënjeshtruan shpalljet tona. Shikoje se si ishte përfundimi atyre që ishin paralemruar. Pastaj, pas ti u quam të dërguar popujve të tyre, e ata u sollën prova atyre. Por nuk do të besonin çfarë kishin përgënjeshtruar më parë. Kështu ne u avullosim zemrat atyre që kalojnë kufirin. Pastaj faraonit dhe parisë të tij pas tyre, u dërguam Musain dhe Harunin me mrekullitë tona. Por ata u sollën me mendjemadhësi, sepse ishin popull keqbërës. Kur u erdhi e vërteta prej nesh, ata thanë: Kjo duket që është magji e qartë. Musa i tha: A mos vallë për të vërtetën? Pasi u ka ardhur, thoni kjo është magji. E pra magjistarët nuk shpëtojnë. Ndërsa ata thanë: A mos ke ardhur të na kthesh nga jo rrugë, ku i kemi gjetur etërit tanë? E juve të dyve t'ju takoj pushteti në tokë. E pra, ne nuk duam t'ju besojmë ju të dyve. Faraoni tha: Mi sillni të gjithë magjistarët e shkathët. Pasi erdhën magjistarët, Musa ju tha: Hidhni që keni për të hedhur. Kur ata i hodhën, Musa i tha: Kjo që keni sjell ju është magji, dhe vërtet Allahu do ta shkatrojë atë. Allahu me siguri që do ta prish punën e ngatrestarëve. Allahu me fjalën e tij e forcon të vërtetën, edhe sikur ta urrejnë keqbërësit këtë. Por Musait nuk i besoi askush, përveç një pakice nga populli i tij, nga frika se do t'i keqtrajtonte faraoni dhe paria e tij. Faraoni ishte vërtet një tiran në tokë, dhe në të keqe kalonte çdo kufi. Musa i tha: O populli im, nëse besoni Allahun, mbështetuni tek ai, nëse jeni musliman. Ata thanë: Ne jemi mbështetur tek Allahu. O Zoti ynë, mos na bëj sprovë për popullin keqbërës, duke i lënë të na shkatrojnë, dhe shpëtona me mëshirën tënde nga populli mohues. Ne i shpallëm Musait dhe vëllait të tij: Ndërtoni shtëpi për popullin tuaj në Egjipt. Shëndrojeni ato në faltore dhe falni namazin, dhe silluni lajmin e mirë besimtarëve. Musa i tha: O Zoti ynë, ti ke dhënë faraonit dhe parisë të tij stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote. Por ata, o Zoti ynë, na largojnë nga rruga jote. O Zoti ynë, shkatroje pasurinë e tyre dhe ngurtësoj zemrat e tyre,
që të mos besojnë, derisa të shijojnë dënimin e dhëmshëm. Allahu tha: "U pranua lutja ju të dyve. Qëndroni të dy në rrugën e drejtë, dhe kurse si mos ndiqni rrugën e të paditurve." Ne i mbartëm izraelitët përtej detit, dhe faraoni me ushtrinë e tij ndoqi ata nga likësia dhe armiqësia. Po kur po mbytej, faraoni tha: "Besoj se s'ka zot tjetër përveç atij që i besojnë bijtë e Izraelit, dhe unë jam ndër muslimanët." Vallë, tani po beson. Ndërkohë që më parë ishe i padëgjueshëm dhe nga trestar. Sot do ta shpëtojmë vetëm trupin tënd, që të bëhesh mësim për ata që vinë pas teje. Por në të vërtetë, shumica e njerëzve nuk u avon veshin shenjave tona. Ne i vendosëm bijtë e Izraelit në një vend të mirë dhe u dham ushqim të këndshëm. Ata nuk u përçanë në mendime, derisa u erdhi dituria. Me të vërtetë, Zoti yt do t'i gjykojë ata në ditën e Kiametit në lidhje me përçarjet e tyre. Nëse ti, Muhammed, je në mëdyshje për atë që të kemi shpallur ty, pyeti ata që kanë lexuar shkrimet para teje. Pa dyshim, ty të ka ardhur e vërteta nga Zoti yt. Prandaj mos u bëj kurse si nga ata që dyshojnë, dhe mos u bëj nga ata që i përgënjeshtrojnë shenjat tona, për ndryshe do të ishin ndër të humburit. Vërtet ata që merituan fjalen e Zotit tënd nuk besojnë, edhe si kur të vinë të gjitha shenjat, derisa ta shohin dënimin e dhëmshëm. Përse nuk patin ndonjë qytet, banorët e të cilit të besonin e të bënte dobi besimi i tyre, përveç popullit të Yunusit. Kur ata besuan, ne u alarguam dënimin e poshtrimin në jetën e kësaj bote, dhe i lam të kënaqeshin edhe një farë kohe. Sikur të donte Zoti yt, do të besonin të gjithë ata që gjenden në tokë. Vallë, ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar. Askush nuk mund të besoj përveç se me vullnetin e Allahut. Ai e zbret zemrimin e tij mbi ata që s'mendojnë. Thuaj, shikoni çka në qiell dhe në tokë, por shenjat dhe qurtimet nuk u bëjnë kurfar dobi e njerëzve që nuk besojnë. Vallë, a presin ata ndonjë gjë tjetër, veç diçkaje të ngjashme me dënimin e atyre që kanë jetuar më parë? Thuaj, pritni, se edhe unë po pres me ju. Pastaj ne do t'i shpëtojmë të dërguarit tanë dhe ata që kanë besuar. Kështu është detyra jonë, që t'i shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o njerëz, nëse ju dyshoni në fen time, unë nuk do t'i adhuroj ato që ju e adhuroni në vend të Allahut, por do të adhuroj vetëm Allahun, i cili do t'ju bëj të vdisni. Unë jam urdhëruar të jem nga ata që besojnë, dhe bëhu i sinqert në fe, dhe kurse si mos u bëj nga idhujtarët. Përveç Allahut, mos ju lut tjetër kujt, nga ata që nuk të sjellin as dobi, as dëm. Nëse do ta bëje këtë, atëherë ti do të ishe vërtet keqbërës. Nëse Allahu vendos që të godas ndonjë e keqe, askush nuk mund të ta largojë atë përveç tij. E nëse ai do të bëjë ndonjë të mirë, s'ka kush që ta pengoj mirësinë e tij. Ai ja jep atë mirësi kujt të doj prej robërve të vet. Ai është falës dhe mëshirëplot. Thuaj, o njerëz, ju erdhi e vërteta nga Zoti juaj. Kush udhëzohet në rrugën e drejtë, ai është udhëzuar për dobinë e vet, dhe kush e humb rrugën e drejtë, ka humbur në dëmin e vet, ndërsa unë nuk jam bikqyrësi juaj. Zbatoj atë që të është shpallur ty dhe duro, derisa të gjykojë Allahu, sa ai është gjykatësi më i mirë.